Se mana ki qef me ditë se sa është numri i madh i meleke që zbresin tokë natën e Kadrit. Para se me thonë këta, po mënona me ta pru një krahasim. Nëse shkon në buzë një lumit, edhe 1 metër katror i merë guralecat, gurzit e vogël që janë me 1 metër katror, edhe i numran që ata gur. Çka beson? A beson ti që me 1 metër katror është numër më i madh se sa banorët e venit tanë ku jeti? S'ka lidhje çfarë veni jeti. Besoj që me 1 metër katror, guralecat që i numran mes 1 metër katror të ati zallit me gur të vogël që i ke marr, i numron çta guraleca, besoj që ka me dal numri më i madh se sa numri i banorëve të venit ku jeti. Tash po thojna, okay, pesgjenojna pak, 10 metër distancë lumit, i mbledh guralecat krejt, në 2 anë, edhe i numran. Sa del numri tyne? Del numër shumë i madh. A dini pse po tham këta musliman? Për shkak se ka thënë Rasulullah alayhi salam, numri i melaike që zbresin tokë natën e Kadrit është më i madh se numri i guralecave të vogël në tokë. Do të thonë, më shumë ka melaike në tokë natën e Kadrit se sa numri i guralecave në tokë që është. Unë e pruna shembull veç në bazë lumit, në përgjithësi në tokë ku ka guraleca të vogël është numër shumë më i madh. E unë e pruna lumin veç për me të kallëzuar që me 10 metra distancë lumit të madh, e sheh që ka guraleca sa që e mblon këtë vendin tan. E sa mundet me ka numri i madh. Tash për fund po them diçka. E kjo është e jamja. Wallahu a'lam. Allahu e din a është e vërtetë ajo. Domethënë mos i thuj kërkojnë që është kështu. Unë po them. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, prej shenjave qarta natës të Kadrit është kur lind dielli parreze i bardh. Më e këto i bardh. Parreze. Kjo është shaj që ka thonë Muhamedi alayhi salam është shaj e qartë e natës të Kadrit. Nëse sonte u ka natë e Kadrit, në sabah kur lind dielli i sodit, lind parreze i bardh. Ajo që ka po tham, kjo është hadith, kjo është sahih, domthon kjo është kështu. Ajo që ka po tham tash, kjo është e jamja. Wallahu alem, bardhësia e diellit ose mos rrezatimi i diellit, wallahu alem, mundet me kanë prej numrit të madh melaike që ngriten me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e jamja. Kto po thamone, domthon wallahu alem, është sahih ajo, mundet me kanë. Për shkak se ka përmend Allahu azza wa jall matla al-fajr, disa kur lind fajr sabahi, e çit fjalë që të folje që to e ka përmend gjithmonë me diellin. E kjo është ajo që më ka bërë me nuk kështu, wallahu alem, a është e vërtetë ajo? Allah na falë të na ndihmojë gjithmonë.